shoqat anti-islame siç ka në Kosovë, për shembull lëvizja anti-islame e Deçanit. Unë mendoj se atje kemi të bëjmë me një shfaqje të vonuar të le të themi intelektualizmit që pretendon ose mendon se feja dhe besimi mund të jetë pengesë e të jetuarit si shqiptar apo e mbrojtjes së shqiptarisë apo kontributit për vatanin. Faktikisht ta njerëz janë njerëz të ardhur, nuk janë qytetarë të mirëfill. Janë njerëz të edukuar me frym le të themi ateiste, komuniste. Janë shitur si kombëtar dhe mbrojtës të kauzës shqiptare, po faktikisht ata janë ngurën, si më thënë, thikën mas shpinë e kauzës shqiptare, dhe ata e shitën Kosovën. Do të thënë, kjo lloj fryme, me sa duket, kanë nxjerr kokën këto kohë kur njerëzit, do të thënë, ka një le të themi lëvizje shumë pozitive islame në Kosovë, rinia, xhamiat, le të themi zëri hoxhallarëve është bërë i dëgjuar, kanë efekt dhe kanë ndikim, me sa duket kjo ata i ka mërzit dhe u ka zgjuar djallin brenda tyre dhe janë aktivizuar. Faktikisht unë njoh shumë njerëz nga Deçani, njerëz madje që janë edhe me pushtet dhe thonë nuk kanë lidhje fare me Deçanin, popullsi. E kanë këtë shpërdor emrin e Deçanit, se ka shumë burra të mirë Deçanit. Absolutisht. Dhe thonë nuk kanë lidhje fare me ne, madje edhe janë distancuar, pra që nuk kanë lidhje me ne. Janë përdorur shumë njerëz në fillim, nga që kanë kujtuar se është një lëvizje kombëtare, janë bërë pjesë, pastaj kur e kanë marrë vesh, janë tërhequr dhe kanë bërë deklarata që ne e kemi keq kuptuar situatën, po mua di për çfarë më bëhet qefi? Më bëhet qefi për faktin se le të themi promotorët kryesorë të kësaj lëvizje dolën pastaj që ishin antarë të shoqatave apo të ortakëri të shoqërive me serbët, deklaruan vetë se kanë brenda shoqatave të tyre dhe shoqërive të tyre dhe agjensive që ata kanë tregtare, kanë serb etj. Gjë që themi ne, kupton, kur njeriu e fliq veten, domethënë është argumenti më i fortë. Pra kur ata kanë arritur në një fazë që ta deklarojnë një gjë të tillë, atëherë ky është argumenti më i fortë. Edhe i diçka tjetër, kur themi ne kthimin në fenë të parëve. Ti kur je i pa fe nuk ka çfarë të thesh në fenë të parëve. Sepse ti je i pa fe. Qysh në fillim pavarësisht se e ke emrin Idris apo e ke emrin Muhamet apo si i thu vetes, në momentin që ti nuk beson, në momentin që ti nuk aplikon, në momentin që ti nuk praktikon, atëherë ti nuk je më musliman. Për çfarë po thua po këtë? Ti më mirë thuaj do të konvertohem në X fe, nuk ka problem sepse njeriu në fund fare konvertohet për atë që bindet se është e vërteta. Mirë po ti të konvertohesh për inat si hakmarrje, pastaj këta njerëz a din që rezistenca kryesore dhe qelizat bazë të rezistencës kanë qenë xhamiat dhe medreset? Po t'i kthehen këta njerëz historisë, do të kuptojnë se xhamiat, medreset me vludet etj, këto organizime fetare që bëshën shërbenin edhe si baza rezistence, sepse nuk pengohej feja deri diku dhe lejoheshin grumbullimet dhe në emër të fesë dhe të besimit njerëzit ushqeshin edhe për rezistencë. Këta njerëz për shembull, kemi le të themi një nga herojt e luftës çlirimtare të Kosovës, Zahir Pajazidit, musliman, ke rastin e Adem Jasharit, musliman. Sa raste nga emrat më të njohur kemi, domethënë hoxhallar afërsisht 30 e sa të vdekur, kemi të plagosur me dhjetra, kemi xhami të djegura. Domethënë gjithë këto fakte dhe argumenta nuk mjaftojnë që këta njerëz duhet kuptojnë se Islami dhe feja dhe vatani nuk bien ndesh me njëra tjetrën. Përkundazi shkojnë krahas njëra tjetrës. Po këta janë njerëz të shitur, këta janë njerëz që punojnë për interesa të caktuar, ose këta janë njerëz akoma me mikrobe ateizmi dhe komunizmi brenda tyre dhe mendojnë se Islami është një lloj pengese për ta, edhe në emër të asaj që kanë brenda shfaqen në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre. Kështu që mendoj që ajo është një lëvizje që do të bjerë shumë shpejt, sepse nuk është bërë mbi baza të shëndetshme, nuk është bërë mbi baza logjike, mbi bazat e arsyes, dhe se çdo gjë, domethënë, është domethënë kundra rrym. Fakti i dytë, kur thua ti në fenë të parëve, pse e kufizon? Feja të parëve, cila ka qenë?
pse e kufizon në X apo në Y. Katolicizmi. Ajo që mua më ka shqetësuar, faktikisht unë e kam thënë edhe në deklaratat e mia, është mos reagimi i klerit. Po, kjo është problematike. Pra një lloj kënaqësie në heshtje. Po kjo është e turpshme. Sepse ti nëse do të punosh, le të themi, punën tënde, duhet të punosh me arsye, me logjik, me argumenta, edhe ti presësh njerëzit me bindje, jo për inat. Jo duke ignoruar apo duke shpallur një antar, jo një antar, por duke shpallur një besim të tërë dhe antarët e një besimi të tërë si njerëz antikombëtar, si njerëz që kanë shitur interesat e vatanit tek Serbia apo tek Rusja etj apo tek Turku kështu më radh. Pra mua më shumë se sa më ka shqetësuar kjo lëvizja, më ka shqetësuar, domethënë, kjo heshtja e klerit. Po, sepse nuk është e ndershme një gjë e tillë. Nuk është e ndershme. As distancim as. Domethënë hoxh, e gjithë kjo urrëtie, e gjithë kjo lëvizje anti-islame po vije fatkeqësisht nga Kosova, ndoshta në Shqipëri jo që nuk ka anti-islamizëm, po s'poku nuk ka edukat. Po. Në Shqipëri ka edukat dhe ka kulturë. Kush nuk pajtohet me ty, di si të shprehet, di si ta thot. Edhe tek ne mund të ketë individ, po janë shumë pak, domethënë, edhe janë shumë më të kujdesshëm, më të rafinuar, dinë si ta thonë, nuk e kalojnë personale, as në nacionale, as patriotike. Sepse ne dim shumë mirë se kush ishin firmtarët e pavarësisë. Kush ishin, le të themi, rilindasit, kush ishin ata që krijuan qeverinë e parë shqiptare, etj, domethënë njëri që din sadopak nga historia nuk mund të bëj gafa të tilla. Kjo tregon se këta janë njerëz të pashkolluar, njerëz të paditur, njerëz që kanë një mllef dhe njerëz që janë të shitur me dije apo pa dije. Se ti mund të jesh vegël e dikujt duke qenë koshient, po mund të bësh vegël e dikujt edhe duke mos qenë koshient. Këta janë ndoshta edhe mund të jenë edhe pjesë e kësaj. Pra i shërben dikujt pa qenë vetëdijshëm. Vërtet.